Gjakova është tronditur me 23 prill nga një ngjarje tragjike që I mori jetën në L.F, duke lënë pas dhimbje të thellë tek familjarët, miqt dhe e gjithë komuniteti. Sipas informacioneve zyrtare, rreth orës 17 të ditës së djeshme, policia është njoftuar se një person mashkull I moshës madhore ka rënë nga një ndërtesë e lartë në rrugën Pjetër Bogdani në Gjakovë, gjatë kohës sa ishte duke punuar. Njësitet policore dhe ekipi emergjent mjekësor ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, por fatkeqësisht mjekët kanë konstatuar vdekjen e tij në vend. Në vendin e ngjarjes ka dalë edhe prokurori I shtetit, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij rasti janë duke vazhduar. Një person është duke u intervistuar në cilësinë e të dyshuarit, ndërkohë që autoritetet kompetente po ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme hetimore. Humbja e L.F ka prekur thellë banorët e zonës dhe më gjerë, duke rikthyer edhe një herë vëmendjen tek kushtet e sigurisë në vendet e punës. I ndjeri varroset sot në varrezat e fshatit Skivjan, aty ku edhe ka jetuar.